Teleshikues të nderuar, atmosfera jonë po vazhdon këtu në këtë ambient të bukur. Këtu afër me kam një personazh i cili ka një bagazh shumë të madh, ku sot e kësaj dite këngët e këtij merren, përpunohen, këndohen, po origjinale mbetet origjinale. Kam një njeri i cili ndoshta po sigurt ka kontribu shumë për këtë qytet, kontributin më të madh në fushën e muzikës ka dhënë sa ka mund. Ndoshta nëse s'jam gabim do të më përmison vet, Maksut Deari këtu është afër me 20 vite karrierë keni, apo më shumë? Kam 63 vjetë karrierë. 63? Nëjse, 20 unë nuk i sa i di unë. Kam këndupi kur kam qenë 5-6 vjeç në odën e burrave. E më ndej prej klasës 5, pranë shkollës 8 vjeçare. Në atë kohë ka qenë Mosha Pjade, sot është Ismail Qemali. Kam këndu si solist për ato koncertet që i ka organizuar shkolla gjatë festave të ndryshme. Por para se të him bised, kam dëshirë të përshëndes juve, t'u falemnderoj për thirrjen. Faleminderit juve. Njëkohësisht përshëndes edhe shtëpinë tuaj 21-shin, që më lidhen shumë me emocione, pse të ndjerin e Shref Saracinin e kam pas kujdestar klase normale, a bitë e ti Eugenie dhe Afrodita vazhdojnë me gjithat të dhëndrin Kelmendin, vazhdojnë veprimtarin kulturore, kështu që më vjen mirë mu si Maksut, si ishë nxënës si i babës e tyre, asot janë ato miqë të mi të shtëpisë. Njëkohësisht përshëndes edhe gjithë shikuesit e 21-shit, jeni të mrekullueshëm edhe u dëshiroj suksese në jetën tuaj matutjeshme. Ju faleminderit shumë. Zotri Maksut, këngët e juaja këndohen sot e kësaj dite. Kur i ndëgjon këngët e tua të përpunuara për këngëtarëve tjerë, si e ndjen veten? Po me të thënë drejtën, e ndjej veten krenar, por i dhnohem ndonjëherë ku mi ndrojnë tekstet. Unë kom zakon i ndroj shumë tekstet. Por si do qoftë, është krenari se ne ato që kemi lanë mbrapa, do me thënë, unë kom qenë aktiv prej normale në shkollë të vjeçare dhe më kam vazhdu, jam një ndër krijuesit e Besës prej 1971-shin, e kam këndu deri 1993-shin, kur u bëna operacion prej fytit edhe humba zërin. E keni humbë zërin? Po, tani mundëm të këndoj, jam udhëheqës në Besa në Kangë Vjetra Qytetare, do me thënë, këndoj në grupë, por si solist ma su këndoj. Ndodhi diçka që humbë zërin, apo ishte? Ndodhi ajo që ishte 25 vjetë pa ndërpreje, këndova Lodhen telat e fytit edhe shkonim në përdarsma. Jam një ndër veteranët që i pari prej 1969-ës, formova grupin kultur artistik privat Besa, me shokët e mi në klarinet Shefkiu, me gitar Faruku, violin Remzin Uhiu, me bubnjar Ismaili, me harmonik Indjeri Ali Osmani. Kështu që fillum të parit grup formum që fillum të shkojmë në përdarsma. Fillim me instrumente popullore, shkonjim në për odat burrave, kështu që këndonjim pa mikrofon. Edhe duheshte një zaj i fort që ta mbylle atë odën plot me burra në atë kohë, duke pi duhan dhe duke përdreth kaçak. Ka qenë mundimshme, ndoshta ajo ishte si pasoje. Mirë po ma vonë, prej 1974-shin, shkum në Itali, murëm instrumente autoparlante dhe fillum të shkojmë ndarsma me forcus, gjatë që na i lehtësoj punën. Kështu, në Gostivar, ju si një artist që tash keni një bagazh të madh, më thuni se si ju duket muzika tani?
Po, si të them, dihet ajo se gjithmonë e vjetra me tren nuk përputhet shumë, patjetër të ketë një kundërshtim. Po. Për shembull, mu si këngëtar i vjetër nuk më pëlqen muzika tallava. Ndoshta juve për shembull të rive u pëlqen edhe u duhet, por unë jam për këngë të mirëfillt shqiptare që ka vlera, si që jam për shembull këngë të incizuara prej kompozitorëve tanë të përmendur, si që janë për shembull Shkodrane, Korçare, etj, mos t'i përmend me emër. Por tani koha ndryshon, edhe ne patjetër duhet të pajtohemi dhe të shkojmë me kohën. Por jam i lumtur që kam nisi parje, kam thi Akullin në Gostivar, që të formoj grup, edhe kam qu jetën të lumtur me këngë edhe me gëzime. Kështu që prej Kumanove ta marrim Tetove, Gostivar, Diber, Kërqov, Prilep, Manastire, Ohër, Resen, nuk ka vend shqiptar edhe fshat shqiptar ku Maksud Deari me grupin e vet nuk ka qenë në darsma. Kështu që edhe sot e sot, ku shkoj më përmendet emni, më nderoj njerëzit dhe po për fat të keq me humbjen e Zanit shumë pak incizime lash pas. Kështu që kam incizime Radio Prishtinë, si këngët e para që kam diku 63-ën, 65-ën, këndo Mërzogu i Malit, se shumë jam mërzit. Kënoja dja këngën djalit, dëshiroj me shpirt. Në përfusha ndërkodrina, lullet bukra ka kavaja, e kështu me radhë, dushët e tjë për ardhpusit. Do këngë që kanë qenë me vlerë, por për fat keq në atë kohë incizoheshin ato shiritat e mëdhaja që rrotulloheshin, e të sot teknika ka shku para dhe janë bët CD-ja i ruaj që ato si kujtime dhe kështu. Okej, unë një faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit tim dhe një pyetje për në fund kam, çka do të thotë Gostivari për ju? Po Gostivari ka pas një bagazh mjaft të bujshëm, mjaft të madh të jetës kulturë artistike. Ka numru artista si që kanë qenë me emën, Indjeri Shaban Stafaj, vllau i tij Enver Stafaj, Nusja Enverit, Shajndere Përlejolli, zonja Anife Sefulaj që ka qenë një zoj e përmendun për këngën e mirëfillt shqiptare, unë Maksud Deari mbas tyre, Dashurie Deari, ma vonë vinë të besa shumë këngëtar të cilët kanë marrë emën, si Dashurie Deari, Rushan Bexheti, Ilber Limani, Sinan Zylbeari që kanë qenë. Unë kam qenë 10 vjetë antar kryetari Besës, kështu që patjetër duhet me i përmend këto këngëtar që kanë dhënë kontribut për Besën edhe për kulturën e Gostivarit. Por politika e keqe e ish Jugosllavisë, sidomos mbas viteve të 80-ta, kur Besa për herë të parë ishte në Shqipëri, me kthyrje nga Shqipëria na vun shumë bishta mbrapa, Besën e ndalun mos punoja 10 vjet, e rikrijum 92-shin prap, me të ndjerin Shaban Stafaj edhe me të tjerët. Por Gostivari ka pas tubimet e majit, ka pas 4 shoqëri kulturë artistike, Besa, Braća Ginovski, Tërnipe edhe Gjyvenish, turqve. Mbashim tubimet e majit prej 1 deri me 9 maj, 9 dit ishte përplot qendra e Gostivarit ku argëtoheshin të gjithë në mënyrën e vete. Lunjin, këngë, valle, shqip, turqisht, maqedonisht, rome e tjerë, kishte një gëzim. Por për fat të keq sot, Besa nuk funksionon
gjë që është një plagë vjetër e imja, si veteran prej 71-shin e deri në fund, deri në kohën e sotshme, si antar. Momentalisht është Jaji Hasani i Qegranit që funksionon, ja kam lakmin edhe uroj suksese atyre. Apeloj të rinjt që të këndojnë, të bëjnë muzikë, se muzika u ashton jetën. Faleminderit. Faleminderit edhe ty. Faleminderit shumë. Edhe dëshiroj që gjithmonë të jesh e lumtur, të këndojsh dhe suksese. Faleminderit. Teleshikues të nderuar, ndërsa tash vazhdojmë me një pikë muzikore me një këngëtare tepër të lezetshme, simpatike, shumë punëtore, Mia Morina, dhe vazhdojmë bisedën me Mia.